Kandidatët e Partisë Demokratike në qarkun Fier Sokol Oldashi dhe Mesila Doda zhvilluan një takim elektoral në kolonjë të Lushnjës. Oldashi theksoi se Partia Demokratike do të vazhdojë të investojë në këtë zonë. Sipas tij, Edi Rama duhet të jap llogari për deputetët socialistë të Lushnjës, të cilët shpërdoruan mandatin e tyre për 15 vjet. U tha nga vajza që foli e para, që erdhi Edi Rama dhe u gënjeu. Nuk u gënjeu dot, përpoj të gënjente, por nuk u gënjeu dot. Të njëjtën gjë është përpjekur ta bëjë kudo. Në fakt, duhet vite që kërkoj falje. Falje për shpërdorimin e turpshëm që ata i bën votës dhe besimit në 8 vite që qeverisën. Ndërsa Mesila Doda tha se Partia Demokratike ka investuar në 44 projekte në kolonjë. Kryetari i komunës Jakupi foli pak më parë dhe tha për të gjitha ato objekte që janë bërë në komunën tuaj. A e dini sa objekte janë bërë vetëm në komunën Kolonjë? 44.